Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar, do të vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar në rrugtimin ton drejt një arritje të rëndësishme, dhe një suksesi shumë domethënës për neve në jetën tonë. Synim ta përmirësojmë jetën tonë, synim ta ndryshojmë jetën tonë, synim që të jemi të fortë, të jemi stabil, të jemi qëndrueshëm, të jemi energjik, të motivuar, synim ta gëzojmë zemrën tonë, ta freskojmë zemrën tonë, të sjellim një frymë të re në jetën tonë. Synim lumturinë, synojmë kënaqësinë, nëse mund të jetë kështu e përkufizuarin në kësaj bote. Atëherë ku mund ta gjejmë? E ku tjetër? Pas te krijuesi i kënaqësisë dhe i lumturisë, te krijuesi i zemrave, te krijuesi i tërë asaj që ekziston tek Allahu i mënduar. Të kthehemi Allahut të mënduar, të flasim me të, të komunikojmë me të. Nga sa ai pret komunikimin për neve. Allahu thret njerëzit që ata të flasin me të, ata të komunikojnë me të. Dikush mund të habitet nga kjo që po e them. Po, të nderuar, po. Allahu thot, hel min sa'ilin, a ka kush kërkon e t'i jap? Kështu Allahu thret. Kush e dëgjon këtë thirrje? Ata që e njohin Allahun azza wa jall. Ata që e njohin fenë e tij. Ata që e njohin udhëzimin e tij. E ne duhet të jemi nga ata, nga simi besimtar, besimtare në fenë e Zotit, në Allahun e mënduar. Të nderuar, e kam përmendur se nga mundësitë e mëdha që i kemi ne në kësaj bote, mandje nuk ka mundësi më e madhe, nuk ka shans më i madh për neve që duhet shfrytzuar se lutja. Kjo lutje që të kompletuar duhet me te Allahut t'i drejtohemi, jo dikujt tjetër. Dhe për t'ju drejtuar Allahut si duhet që t'i drejtohemi Allahut me emrat e Allahut, nga se kështu Allahu na mësoi. Allahu ka emrat e bukur, andaj luteni me te. Luteni me këtë emër Allahun xhallahu ala. Ne lutim Allahun xhallahu ala zakonisht me 2-3 emra. Allah, o Allah, e vërtetë është, e mirë, ky është emri më i madh i Allahut xhallahu ala. Por a ka Allah emra të tjerë? A mundemi që për çdo problem, për çdo kërkesë, për çdo çështje, të gjejmë një emër të posaçëm, të veçantë, të përshtatshëm për kërkesën dhe kështu të përputhim mes kërkesës dhe lutjes dhe emrit, e me këtë kombinim të kompletuar Allahun ta lutim? A mundemi? Po mundemi, për këtë arsye dhe qëndroj para jush që së bashku në këtë muaj të bekuar të nderuar shikues, ta lutim Allahun xhallahu ala. Për kësaj radhe një lutje më ndryshe, më përmbajtësore, më kuptimplote, më goditse, një komunikim më i veçantë me Allahun xhallahu ala, me një zemër të kthyer ka Allahu i mënduar, me një zemër të mbushur disponim, me një zemër të mbushur bindje se lutja hoq nuk ka më shku. Do të më sill atë që e kërkoj, apo do të më sill atë më të mirën që unë nuk di ta kërkoj. Ai që lut Allahun xhallahu ala në kub, mirë po duhet ta njohim duan dhe duhet ta njohim atë që i drejtojmë duan. Këto janë dy njohuri themelore, të rëndësishme para hyrjes në botën e lutjes, para hyrjes në pragun e komunikimit me Allahun te barekuhu teala. Çka është lutja? Çka është duaja? Realisht kur ne e lutim Allahun, çfarë bëjmë të nderuar shikues? Dikush mund të thotë, po e lutim Allahun. Është e varfër kjo përgjigje të nderuar shikues. Dhe pikërisht për shkak se nuk e njohim duan, shpesh zhgënjemi nga duaja. Shpesh nuk e përdorim duan. Qase normalisht është thënë më herët, njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Duhet ta njohim duan që të miqësohemi me duan. Të kemi një raport shumë më miqësor me duan se që e kemi deri më tani. Që fokusi të jetë te duaja, jo te kërkesa. Dikush mund të thotë, sa mund ndan këtu? Unë pikërisht duan e përdor për kërkesë. Nëse s'ka kërkesë, ku është kuptimi i duas? Këtu është gabimi jon. Këtu është gabimi jon. Po, kjo lidhje funksionon në raport me njëri tjetrin. Unë nëse kërkoj prej teje diçka, apo atëherë, domthon, lutja ka kuptim. Por nëse s'ka kërkesë, për çka më të lut? A është e njëjta me Allahun xhallahu ala? Nuk është. Pse nuk është? Të dëgjojmë udhëzimet.
Muhamedi alayhi salatu wasallam tha, lutja është adhurim. Lutja është, domethënë, mu epiqendra e adhurimit. Tash ka një dimenzion tjetër. Domethënë, ne kur Allahun e lutim, ne rresht Allahun e adhurojmë. Në lutja është adhurim, që i bie se ti vetëm duke u lutur, pavarësisht a përmbushet kërkesa jote, a largohet problemi yt, a arrihet ajo që ti po e son, pavarësisht saj, ti në start je fitues. Në start je fitues. Pse? Për shkak se përmes lutjes ke arrit gradën e adhuruesit të Allahut te barekuhu te ala. E ai që është adhurues, ai që Allahun e adhuron, Allahu e shpërblen me shpërblime që nuk mund të krahasohet dunjaja me to. Një shpërblim të ndëruar shikues i Allahut, tash nuk po di me e kthy në valutë, s'po du me e kthy në valutë, me në vlerësu shpërblimin, po nëse kisha me e kthy në valutë. A keni pa për shembull atje kur shkon ti në këmbimore, që të shohësh për shembull vlerën e valutave çka thot. 1 euro është kaq, $1 është kaq. Do e ka një kundër vlerë që ti me të mund ta matësh kë vlerën e valutës. Mirë. Nëse ne këto këmbimore të kësaj bote, ne vendosim sevapin, shpërblimin që Allahu xhallahu ala do t'u jap atyre që e kanë adhuru. E një nga këto adhurimet është duaja. Mirë, në këtë këmbimore, kur nga njëra anë vendosim shpërblimin, a thu vallë, çfarë vlerën numerike mund vendosim kash i kësaj? A ka? Domethënë, $1 është për shembull $1.2. Një kështu është në rregull. Sa është sevapi? Nëse është valutë. Kushtimisht po e them kështu, sa për ta kuptuar më drejt. Sa është vlera e sevapit? 1 milion? Ja. 2 milion? Ja, më çfarë? Krejt dunjaja. Krejt që ka ka dunja të ndëruar shikues. Krejt. Wallahi nuk po e them nga imagjinatat. Nuk po e them nga qefi, nuk po e them, domethënë, përmes një hiperbolizimi. Jo. Absolutisht nuk kam të drejtë apo i këtë. Nga se më duhet për këtë që po flas argument, argumentet flasin në favor në asaj që unë po a them juve, nga se nga argumentet e kam mësuar, nga fjala e Allahut e kam mësuar, nga fjala e Muhamedit e kam mësuar, se një shpërblim nga Allahu xhallahu ala nuk mund të jetë kundër vlerë e tij dunjaja dhe çfarë konte, nga se është më e lirë se shpërblimi. Një shpërblim i Allahut nuk kupton xhenetin të ndëruar shikues. E Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, një vend xhenet, sa një hapësirë që vendoset shkopin te, është më e mirë se dunjaja dhe çfarë ka te. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndëruar shikues, kur erdhi pasuria e Kisras, kur erdhi pasuria nga ana e një vendi caktuar, se Kisraja i Persianëve shtruar me, po kanë ardhur në kohën e pejgamberit, kanë pas disa betejë edhe me disa nga mbretët në mëdhtë të asaj kohe, dhe kanë ardhur pasuri e madhe për tyne. E kur kanë pas sahabët ari, kur kanë pas sahabët, domethënë vlerë të madhe në gurt e çmueshëm, në margaritarët, në ari që ka ardhur. Umanitën. Çfarë tha pejgamberi? Shikoni pejgamberin si u zbërthante më një herë vlerën e duhur, duke thënë se faculeta që do t'i ketë Sa'd ibn Muadhi, faculet në xhenet janë më të mira, jo se kjo, se dunia çfarë konte. Pa ne dunjaja është e paarritshme. Megjithatë, të ndëruar shikues, dunjaja nuk arrin sevapin. Çfarë duhet të them? Lutë Allahun xhalla xhelalu për të adhuruar Allahun te barekuhu teala. Nëse me dua ti Allahun e adhuron, mbaje fokusin të adhurimi, e pastaj të kërkesa. Kjo është hyrja në dua. Porta e duas është të kuptosh se duke e lutur e adhuron,
Dhe kjo është suksesi më i madh, dhe kjo është arritja më e madhe. Pastaj shikojmë tek kërkesa a plotësohet apo çfarë ndodh me të. Portë rëndësishme, kuptimi i rëndësishëm që e bën duan pastaj tetë jorse, shumë interesante, nga se futemi nga porta e duhur. Mos harroni, lutja është mundësi e madhe. Porta e saj është adhurimi ndaj Allahut mënduar, e pastaj përmbajtja e kërkesave apo nevojave që ne i shprehim në kuadër të kësaj lutje. Zoti ju ruaj kudo që t'jeni.